E kam lexuar shumë herë këtë komentin që e keni bërë, nuk është gjenetike, që ta dishti më motor. Unë kam 5 vjet që bukën e shikoj në rast të festash, panine 100 lekëshe integrale, që byrekun e shoh një në vit dhe realisht unë nuk I di fare se sa janë çmimet, se si janë çmimet e suflaqes, të sanduiçit, të donerit, të picës, të byrekut. Unë nuk I di fare se çfarë çmime shkan treg, sepse kam 5 vjet që nuk I shoh me sy, edhe atë byrek që e ha në rast të festash e gatuaj vet, ose atë sanduiç që e ha e bëj vet në shtëpi dhe nuk shkoj të ha llumin shekullor të fast foodeve që kanë një atë e kanë të mbushur me vaj dhe I skuqin produktet me një vaj shekullor, absolutisht nuk ha ato, dhe që janë me gjithë yndyrë dhe gjithë vaj. Por edhe këto ushqime brumrat që I konsumoj në raste festash. Kështu që nuk është gjenetike, nuk është nga familja, sepse unë jam një njeri që kam qenë edhe 80 kg, I kam provu të gjitha peshat, 80, 75, 60, 53 deri në 51 kg. Dhe ta garantoj që po fillova të shtoj çik bukën, unë marr peshë direkt. Kështu që ushqimi është shumë I rëndësishëm. Pra nuk e di, me një fjalë njerë, më thoni çik sa kushtojnë suflaqja, sanduiçi në Tiranë, se nuk e di. Realisht nuk e di. Ju mendoni se jam duke gënjur, por nuk e di. Siç po thoja, është e rëndësishme ushqimi, I shëndetshëm dhe bëj aktiviteti fizik. Po si gërshetua këto dy element, keni për të ngel në mra. Më thoni çik çmimet e sanduiçeve, suflaqeve, fast foodeve, budalliqeve, pizzave, sa kushtojnë në Tiranë, se s'ja kam haberin.